Një dron hyri këtë mëngjes në hapësirën ajrore të Bullgarisë dhe shpërtheu pak pas i kaloi kufiri nga Rumania pra një gasjellsi ndërkombëtar. Kryeministri bullgar Rumen Radev, pas një mbledhje të jashtëzakonshme të qeverisë, tha se droni kishte shpërthyer rreth 100 metra brenda territorit bullgar. Në orën 8:10 të mëngjesit të sotëm patëm një incident që përfshinte një dron i cili hyri në hapësirën ajrore bullgare dhe shpërtheu rreth 100 metra brenda kufirit bullgar, pranë një stacioni kompresor dhe ish pikës kufitare mes Bullgarisë dhe Rumanisë, Kardam. Incidenti ndodhi rreth 200 metra nga një stacion kompresor rumun dhe afërsisht 1 kilometër nga stacioni kompresor i Bullgarisë në gasjellsin transballkanik. Droni nuk ishte zbuluar dhe as identifikuar gjatë fluturimit të tij, as në hapësirën ajrore rumune e as në atë bullgare. Viktima nuk ka e as dëme në ndërtesa. Radev siguroi se do të vazhdojnë të monitorojnë situatën. Vendodhja ku shpërtheu droni është identifikuar. Policia kufitare, policia kombëtare dhe njësitë e Ministrisë së Mbrojtjes janë aktualisht atje dhe po përcaktojnë llojin e dronit. Nuk ka viktima dhe as dëme në ndërtesa, zona është rrethuar. Ndërkohë, ministri i Mbrojtjes i Bullgarisë Dimitar Stoyanov tha se incidenti do të ngrihet si çështje në një takim të Këshillit të Atlantikut të Veriut në fillim të javës së ardhshme. Përndryshe, ky incident vjen pasi Rumania rrëzoi 3 dronë në fund të korrikut, të paktën njëri prej të cilëve u identifikua si i tipit Shahed i përdorur nga forcat ruse. Bullgaria dhe Rumania, të dyja vendet anëtare të NATO-s në detin e Zi, po përballen me rritjen e incidenteve të lidhura me luftën në Ukrainë.